Sot ishte një ditë e veçantë për nxënësit, mësimdhënësit dhe të gjithë komunitetin e shkollës së mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari. Ata festuan 65 vjetorin e themelimit të shkollës së tyre, një shkollë që për më shumë se gjysmë shekulli ka ndriçuar rrugën e dijes për gjenerata të tëra me plot sfida dhe suksese të mëdha. Këtë vit shkolla jote feston 65 vjetorin e themelimit. Një vjetorin e rëndësishëm që dëshmon udhëtimin e saj të gjatë të mbushur me përkushtim, sfida dhe suksese të mëdha. Gjatë këtyre ditëve, ajo ka qenë motor e dijes dhe e buhatës për breza të tërë, duke nxjerrë në jetë mirë në zonës të ditur e të aftë, të cilët sot kontribuojnë me dignitet në fusha të ndryshme të shoqërisë tonë. Të lumtur dhe të emocionuar u panë edhe nxënësit, të cilët treguan për kushtimin dhe përgatitjen e tyre në të gjitha performancat artistike të përgatitura enkas për ditën e shkollës. Kjo ditë është shumë e veçantë për shkollën Kadri Kusari. Është një ditë shumë e lumtur për ne nxënësit. Sot ne si nxënës dhe me bashkëpunimin e arsimtarëve kemi përgatitur disa punime nga firma ushtrimore, po ashtu kemi përgatitur edhe disa nga mera e të gjëra të tjera që janë më rëndësishme për shkak për shkollën tonë. Komuniteti i këtushëm sot kurorzuan edhe sukseset e arritura gjatë këtij viti shkollor, gjithmonë duke pretenduar që mësimdhënia dhe mësimnxënia nga viti në vit të jetë më avancuar në përputhje me kurrikulën lëndore.